Ajo çka po dështohet këtu me u zbatu është dhënia e përgjegjësisë në raport me lejen e ndërtimit. Vlerat e tilla të gjobave janë deri në 100.000 euro. Nga 37 procese gjyqësore ndaj bizneseve ku lëndohen punëtorët, në shumicën e tyre janë shqiptuar dënime me kusht ose gjoba. Këto raste janë monitoruar nga rrjeti ballkanik për gazetari hulumtuese Bern Kosova, i cili ka publikuar raportin Sfidat sistematike të trajtimit të krimeve nga siguria dhe shëndeti në punë, më 3 korrekt 2026. Burim Ademi vlerëson se janë shqetësues niveli i sanksioneve të shqiptuara ndaj rasteve të vdekjes, lëndimit të punëtorëve. Ademi tha se gjykata nuk mund ta refuzojë marrëveshjen për pranim fajësie dhe se i lejohet t'i vlerësojë rrethana deri te qëllimi i dënimit. Nuk është qëllimi i dënimit, vetëm sankcionimi specifik i veprimit konkret të pasojës së shkaktuar, por duhet të ketë parasysh edhe pasojat gjithsesi në qoftë se mundet mu risocializu kryesi i veprës penale dhe po ashtu me pas efekt preventiv në të ardhmen. Është bukur shqetësuese, pra po them se si prokuroria, madje edhe kur dakordsohet në marrëveshje për pranimin e fajësisë, por edhe si gjykata, edhe kur bën pranimin e fajësisë në mënyrë të drejtë për drejtë në shqyrtime gjyqësore, në seancat të shqyrtimit fillestar, si shqipton dënime deri në nivelin e tillë të 8.000 euro, 15.000 euro për personat juridik, përderisa vlerat e tilla të gjobave janë deri në 100.000 euro që përcaktohen në kuadër të ligjit të përgjegjësimit penal të personave juridik. Dhe mos harroni, Kreshniku prezantoi që kryesisht këto vepra penale kanë ndodhur në sektorin e ndërtimit, që kryesisht sektori i ndërtimit është ekskluzivisht kategori e personave juridik. Dhe prandaj është shqetësuese si nuk është parë kjo politikë ndëshkimore, qoftë në nivelin gjyqësor, qoftë në nivelin prokurorial, në dy paralelet që të arrihet qëllimi i dënimit, pra si tek personi përgjegjës, por edhe tek personi juridik. Nuk mund të themi që do të bëjmë një udhëzues të veçantë për rastin e sigurisë punë, por mund të themi që ne do të vazhdojmë me mbikëqyrjen e zbatimit të udhëzuesve për të kërkuar zbatimin e plotë të udhëzuesit që është në fuqi e që mbulohet edhe situata e rasteve të sigurisë në punë. Kurse Kreshnigashi tregoi se rastet që mbyllen me pranim të fajësisë nuk kanë mundësi të ankesës në Gjykatë Supreme. Ai tha se vetëm në 4 raste ka pasur akt akuz për persona juridik. E prokurori Egzon Jakupa i tha se nuk dhe ndonjë statistikë se ka pasur marrëveshje për pranim fajësie në rastet me fatalitet në vendet të punës. Dhe në mungesë të këtij mekanizmi, për shkak të kësaj marrëveshje, ne po vazhdojmë i majtë standardet e ulta në raport me dënimet për personat fizik. Në momentin kur nuk ka hetime profesionale dhe nuk konstatohet përgjegjësia e biznesit si e tillë, si person juridik, atëherë ne kalojmë te përgjegjësia individuale e një mbikëqyrësit punimeve atje, i cili është dashur me kujdes për sigurinë. Mirë, po në momentin kur injorohet përgjegjësia e personit juridik dhe biznesit dhe nuk shkojmë me dy po i quaj akt akuza apo dy akuza në këtë situatë, atëherë përfundojmë që ai personi ka mundësi me pranu fajësinë, me u pajtu me një dënim të tillë dhe viktima në krejt të situata mbetet pa të drejtën e ankesës dhe pa mundësi me çurasin në këtë drejtim. Duhet me kuptu që është një element shumë i rëndësishëm në këtë mes, është fakti që lidhet me lejen e ndërtimit. Dhe leja e ndërtimit i jepet biznesit kryesor. Dhe ai është përgjegjës me siguru krejt ambientin të cilin e ka si vend punishte. Dhe ai do duhet me qenë përgjegjës që secili punëtor i cili hen mrena, qoftë edhe nëse është nën kontraktor, me qenë i trajnuar, me respektu rregullat e sigurisë së shëndetit në punë dhe mund ndërmarrë secili veprim në këtë drejtim. Ajo çka po dështohet këtu me u zbatu është dhënia e përgjegjësisë në raport me lejen e ndërtimit. Duhet kemi parasysh që i pot edhe përqimi i polës së të dëmtuar, kur kemi negocim për marrëveshje për pranim fajësisë. Pa pëlqimin e polës së të dëmtuar, prokurori i shtetit nuk mund të negocojë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. Sa i përket pjesës së personave juridik, tani praktika së fundmi ka treguar që gjithnjë përveç personit përgjegjës akuzohet edhe personi juridik. Dhe madje kemi edhe aktgjykime të cilat janë shqiptuar edhe ndaj personit juridik, edhe ndaj personit përgjegjës. Mirë, tani për praktikën e mëhershme ka pas raste që edhe vetë kanë përfaqësuar lëndë, të cilët nuk kanë qenë të akuzuar personat juridik. Mirë, po tani së fundmi kemi të akuzuar edhe personat juridik, edhe personat përgjegjës të personit juridik. Unë nuk më flas me statistikë përgjithshme, por kanë pas raste vetëm që kanë trajtuar edhe personin juridik, edhe personin përgjegjës. Sa raste vetë? Sa raste? Tani me saksi
Nuk më Vet? kanë, por besoj që janë 10 arrose që kanë bërë. Ku person juridik e ke Është njeh si akuzuar. prokuror. Gjithnjë. Bern Kosova në bashkëpunim me ATRC dhe Fondacionin Jahjaga e ka publikuar këtë raport. Sipas raportit, nga viti 2023 deri në vitin 2026, në Kosovë kanë humbur jetën 46 punëtor, ndërsa janë regjistruar mbi 1700 aksidente në vendin e punës.